Të dashur student, pedagog të Fakultetit Drejtësisë, kam kënaqësinë të uroj mirëseardhje në Universitetin e Shkodrës dhe në Fakultetin e Drejtësisë, kryetari të Gjykatës së Lartë, profesor Sokol Sadushi. Mirëseardhje profesor. Kënaqësia e ime si dekane t'ju kem në auditoret e Fakultetit Drejtësisë, ku është krijuar traditë që studentët i drejtohen ekspert të fushave të ndryshme të drejtësisë, profesionist, pedagog, të huaj, vendas, ish kolegë të tanët ose kolegë aktual të cilët i kanë dhënë jetës publike duke qenë në funksione të ndryshme të pushtetit legjislativ, ekzekutiv apo gjyqësor, deri dhe në drejtimin në organet e drejtuese të sistemit të drejtësisë. Sot studentët tanë kanë mundësinë të kenë një leksion të hapur, një leksion magistralis, nga profesori dhe eksperti i fushës së drejtës, administrative, kryesisht, por jo vetëm, autori shumë veprave në këtë fushë, libra, artikuj të ndryshëm në këtë fushë, ekspert jo vetëm në mësimdhënie, por edhe në drejtimin e shkollës magjistraturës për disa vite, aty ku kryhet formimi fillestar për magjistrat, e nënvizoj sepse një pjesë e studentëve tanë këtu në sallë kanë objektiv dhe sfidë për të mbarojnë studimet e tyre, dhe për vitin 2021 si gjyqtar dhe drejtues i Gjykatës së Lartë. Drejtësia, në fakt, për shumë arsye, është çështje e ditës, e diskutimeve, vlerësimeve, por edhe politizimeve të ndryshme, për shkak se është çështje e ndjeshme, besoj, për të gjithë, ndaj dhe të gjithë pranishmit sot, pavarësisht se ndokush është në ndonjë fushë jo të së drejtës, është me interes. Pushteti gjyqësor, për shkak se ushtron, pra jep drejtësinë dhe ushtron këtë mundësi që secili prej nesh të gjejë të drejtën nëse i cënohet, i duhet jetë i fortë përballë dy pushteteve të tjera, por përballet edhe me sfida të tjera siç mund të përmend drejtësi numerike. Inteligjenca artificiale, kemi thënë, ka prekur edhe sistemin gjyqësor, sigurisht edhe arsimin e lartë, ne kemi një sfidë si fakulteti, kemi vendosur vetes një sfidë për të ndërtuar kartën e parë të etikës për përdorimin e inteligjencës artificiale në Fakultetin e Drejtësisë në vendin tonë. Ne shpresojmë që studentët sot kenë mundësi të marrin përgjigje të gjitha pyetjeve që mund të kenë, prandaj do të kenë një hapësirë të veçantë për pyetje. Profesor Sadushi ka kënaqësinë të drejtohet studentëve për shkak se e ndërton leksion magistralin edhe me pyetje dhe diskutime tuaja. Ndërsa ne si pedagogët tuaj shpresojmë që t'ju kemi përcjell aq sa duhet për ta patur gjithmonë vetdijen se drejtësia është më shumë se çdo gjë, është mision. Pjesëmarrjen tuaj në këtë auditor, që ndjej një vlerësim për mua, për institucionin që përfaqësoj, dhe sinqerisht ju vlerësoj për prezencën tuaj. E kisha me shumë kënaqësi që t'isha në këtë leksion të hapur me ju. Ishte një dëshirë e imja, por natyrisht edhe një kërkesë e vazhdueshme e profesor Toni Gjuraj për të qenë pranë jush. Sot kam ardhur tek ju për të diskutuar, për të debatuar, për të pyetur dhe për të përgjigjur. Jam shumë i hapur ndaj jush, edhe për një arsye që ky universitet, dhe në veçantë Fakulteti i Drejtësisë Universitetit të Shkodrës, siç u tha nga dekania, ka një eksperiencë mjaft të mirë në prurjet në drejtim të shkollës së magjistraturës. Për shumë vite ka qenë ndoshta ndër fakultetet kryesore që ka furnizuar atë shkollë me studentë të cilët kanë qenë pjesë e auditorëve të shkollës së magjistraturës dhe sot janë pjesë e sistemit të drejtësisë. Kështu që prezenca ime këtu është edhe për t'ju motivuar, edhe për t'ju dhënë mesazhet që pa diskutim duhet shikoni nga ajo që kërkojmë të gjithë, nga një drejtësi e pavarur, nga një drejtësi e përgjegjshme, nga një drejtësi tek rritja e besimit publik për qytetarët. Unë sot kam ardhur i përgatitur.
si një student përpara komisionit. E them këtë gjë sepse dua që nëpërmjet këtij prezantimi të shkurtër, jo më shumë se rreth 10 minuta, dua që të përcjell fort dhe në mënyrë serioze mesazhet. Dhe jam shumë i hapur që pas saj të pres nga ju pyetje, komente, vlerësime, kritika për cilat shodra dallohet, sidomos për pjesën e kritikave. Dhe do doja që të isha i drejtpërdrejtë me ju, ashtu si edhe ju do doja të ishit i drejtpërdrejtë me mua. Tema që kam zgjedhur për sot është drejtësia përballë polarizimit. Pavarësia, përgjegjësimeria dhe besimi publik. Në fakt, jam këtu përpara jush, i nderuar zoti rektor, i nderuar zonjë dekanit, të nderuar pedagog, të dashur student, jo vetëm për shkak të detyrës që kam, si kryetari i gjykatës lartë, por edhe me bindjen që më ka shoqëruar gjatë gjithë jetës sime, se drejta nuk është thjesht një profesion, por një mision. Dhe ky mision nuk mjaftohet të shpallet, të thuhet në fjalë të mëdha. Ai duhet provohet. Duhet provohet çdo ditë përmes karakterit, përgjegjësisë, besikrisë ndaj së drejtës. Tema që kam zgjedhur të trajtoj pavarësia e gjyqtarëve, përgjegjësimeria e tyre dhe besimi publik te drejtësia, në librat e së drejtës duket një diçka abstrakte. Por në jetën e përditshme prek drejt për drejt çdo qytetar. Për këtë arsye do të flas hapur. Sepse sistemi i drejtësisë ka nevojë për sinqeritet. Jo për retorik, për një gjuhë që nuk i zbukuron problemet, por i pranon dhe i trajton me përgjegjësi. Kjo ka rëndësi të veçantë sidomos në kohët që jetojmë, kur shoqëria jonë përballet me një klim të theksuar polarizimi. Pothuajse çdo çështje e rëndësishme rrezikon të lexohet në mënyrë të ndarë, të ngarkuar dhe të politizuar. Kjo ndodh në jetën publike, në debatet mediatike, në gjuhën politike, në rrjetet sociale, por ndonjëherë edhe në mënyrën se si flitet për drejtësinë në mjediset akademike dhe profesionale. Në një klim të tillë, drejtësia vihet vazhdimisht në provë. Jo vetëm nga presioni i jashtëm, por edhe nga mënyra se si perceptohet nga shoqëria. Prandaj tema e sotme nuk është thjesht temë juridike. Ajo është edhe qytetare, edhe kulturore, edhe morale, sepse në këtë kohë polarizimi, pavarësia e drejtësisë, përgjegjësimeria e saj dhe besimi publik bëhen më të brishta, por njëkohësisht edhe më të domosdoshme. I marrim me radhë, pavarësia e gjyqtarëve. Le të fillojmë me një të vërtetë themelore. Pavarësia e gjyqësorit nuk është një privilegj që jepet gjyqtarit. Ajo është një garanci që ekziston për hir të qytetarit. Kur një gjyqtar gjykon i lirë nga presionet politike, ekonomike apo shoqërore, ai nuk mbron veten. Ai mbron të drejtën tuaj për një gjykim të drejtë. Në fund të ditës qytetari nuk ka nevojë për një gjyqtar që kujdeset të mos shqetësojë pushtetin, por ai ka nevojë për një gjyqtar që kujdeset të zbatojë ligjin. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë e sankcionoi qartë parimin se gjyqtari gjykon vetëm në bazë të kushtetutës dhe të ligjit. Pavarësia nuk është thjesht një tekst normativ. Ajo është një sjellje, një kulturë, një guxim i përditshëm. Ajo shfaqet në mënyrën si arsyetohet një vendim, si përballohet presioni dhe si refuzohet çdo ndikim i paligjshëm. Le të jemi të drejtë për drejtë. Pavarësia sot kërcënohet jo vetëm nga presionet e jashtme, nga politika, nga biznesi, por edhe nga një rrezik më i heshtur, konformizmi. Ka gjyqtarë që nuk janë nën presion nga askush, por gjithsesi zgjedhin rrugën e lehtë. Zgjedhin vendimin që nuk u krijon probleme. Dhe jo vendimin që është i drejtë. Kjo është një formë e heshtur e humbjes së pavarësisë. Ne kemi nevojë për gjyqtarë që nuk janë konformistë, që kanë guximin intelektual të mbajnë një qëndrim të pavarur kur ligji dhe drejtësia e kërkojnë, edhe kur mbeten në pakicë brenda trupit gjykues. Gjyqtari i pavarur nuk është vetëm ai që nuk merr urdhra, por ai që ruan gjykimin e vet edhe kur kjo kërkon guxim. Sfidat e sistemit të drejtësisë sot. Nuk mund të flas për pavarësinë dhe për përgjegjësimërinë pa i paraton në kontekstin e realitetit të sotëm. Sistemi ynë i drejtësisë ndodhet në një fazë të vështirë tranzicioni. Reforma e drejtësisë e vitit 2016 ishte një hap historik.
Procesi i vetingut pastroi sistemin nga gjyqtarë dhe prokurorë që nuk plotësonin standardet e integritetit. Kjo ishte e nevojshme, por çdo reformë e madhe ka dhe kostën e saj. Ne duhet ta pranojmë këtë kostë me ndershmërinë që publiku e meriton. Jo duke e fshehur pasojat e saj, por duke i parë ato në sy dhe duke kërkuar zgjidhje. Vakancat e krijuara në sistem, nga largimi i një numri të madh gjyqtarësh, ka lënë gjykatat me ngarkesë të jashtëzakonshme. Vonesa në drejtësi është sot një nga problemet më të mpreta që has qytetari shqiptar. Ka çështje që presin me vite për të marrë një përgjigje. Ka qytetarë që kanë humbur besimin, jo sepse vendimi ishte i padrejtë, por sepse u dha kaq vonë sa humbi vlerën që duhet kishte për të. Kësaj i shtohet një problem tjetër: paqëndrueshmëria në vendimarrje. Kur gjykata të ndryshme apo dhe trupa të ndryshme brenda së gjithës së gjykatë japin vendime kontradiktore për një çështje të ngjashme, qytetari e humbet orientimin. Kjo dëmton rënd sigurinë juridike dhe dobëson besimin te shteti i drejtës. Gjykata e lartë ka një rol vendimtar në drejtim të njësimit të praktikës gjyqësore. Megjithatë, njësimi nuk vjen vetëm nga lart. Ai vjen edhe nga cilësia e gjyqtarit të shkallëve më të ulta, nga serioziteti i arsyetimit dhe nga një kulturë gjyqësore që e kupton se vendimi nuk është vetëm zgjidhje për palën, por edhe orientim për sistemin. Në thelb, reforma në drejtësi nuk përfundon me ndryshimin e ligjeve ose me zëvendësimin e njerëzve. Reforma e vërtet përfundon kur ndryshon mendësia, kur ndryshon kultura institucionale, kur gjyqtari i ri që hyn në sistem sjell me vete jo vetëm diplomën, por edhe ndërgjegjen dhe guximin profesional. Përgjegjësia. Pikërisht këtu hyn përgjegjësia si provë më e vërtetë se pavarësia nuk është privilegj, por detyrim në shërbim të publikut. Pavarësia pa përgjegjësi është e rrezikshme. Një gjyqtar që kërkon pavarësi, por nuk jep llogari, rrezikon ta shkëputësë këtë të parin nga qëllimi i tij i vërtetë. Në një demokraci, çdo pushtet duhet të ushtrohet me llogaridhënie. Pavarësia e vërtetë nuk matet nga mungesa e kontrollit, por nga aftësia për ta ushtruar pushtetin me ndershmëri, me përmbajtje dhe vetdije kushtetuese. Përgjegjësia e gjyqtarit manifestohet në cilësinë e vendimeve, në arsyetimin juridik, në transparencën procedurale dhe në sjelljen etike. Një vendim që nuk arsyetuohet mirë, nuk e përmbush plotësisht funksionin e drejtësisë, sepse gjykata nuk bind vetëm duke vendosur, por duke shpjeguar pse vendos ashtu. Dhe sa më i madh është pushteti për të vendosur, aq më i lartë është edhe detyrimi për të shpjeguar. Procesi vetingu nxorën në pamje të vërtet themelore. Sistemi i drejtësisë nuk mund të funksionojë pa mekanizma real llogaridhënie. Ai na mësoi edhe diçka tjetër. Llogaridhënia nuk duhet të shfaqet vetëm në momente krize, ajo duhet të jetë pjesë e kulturës së përditshme, të drejtësisë, e standardit të punës, e etikës profesionale dhe marrëdhënieve me publikun. Unë ju them sot si pedagog dhe si kryetari i gjykatës së lartë, se më shumë se nga çdo kontroll institucional, përgjegjësia fillon nga brenda. Fillon nga momenti kur gjyqtari pyet veten: a do ta pranoja këtë vendim si gjyqtar? Nëse përgjigjja është jo, atëherë diçka nuk shkon. Besimi publik. Dhe pikërisht nga kjo marrëdhënie midis pavarësisë dhe përgjegjësisë lind ose humbet besimi publik tek drejtësia. Besimi publik është kusht i domosdoshëm për funksionimin e drejtësisë. Pa të, vendimet e gjykatave humbasin forcën bindëse, autoriteti i ligjit dobësohet dhe qytetari largohet nga besimi te rruga institucionale e zgjidhjes së mosmarrveshjeve. Kur dobësohet besimi te drejtësia, dobësohet edhe vetë rendi demokratik. Sot në Shqipëri besimi në drejtësi mbetet i ulët. Këtë e dim të gjithë. Sidoqoftë, unë nuk erdha këtu të ankohem. Erdha të them se ky realitet mund të ndryshojë. Nëse ne që jemi sot në sistem dim t'i shohim me ndershmëri dhe me përgjegjësi dobësitë e tij. T'i korrigjojmë ato dhe nëse brezi që vjen juve zgjedh të mos pajtohet me to, por ta ngrer sistemin edhe më lart. Besimi ndërtohet për ditë, përmes vendimeve të arsyetuara me kujdes, gjykimeve brenda një kohe të arsyeshme, transparencës dhe dignitetit institucional. Megjithatë, ai mund të dëmtohet shpejt nga një vendim i parsyetuar, nga një vonesë e pajustifikuar, apo nga një sjellje që synon respektin që qytetari pret nga drejtësia. Prandaj drejtësia nuk matet vetëm me rezultatin përfundimtar, por edhe me mënyrën se si ajo e trajton qytetarin në çdo hap të procesit. Drejtësia nuk fillon në sallën e gjyqit. Pikërisht për këtë arsye, drejtësia nuk fillon vetëm aty ku jepet një vendim.
Ajo merr formë shumë më herët. Atje ku formohen bindjet, karakteri dhe ndërgjegja profesionale e juristit. Zanafilla e saj nuk është vetëm salla e gjyqit, por edhe ky auditor ku nis formimi i juristit. E drejta mësohet në fakultet, por ndjenja e drejtësisë, kultura e debatit dhe respekti për mendimin ndryshe formohen në jetën e përditshme, në mënyrën se si debatoni, si reagoni kur dikush mendon ndryshe dhe si e trajtoni atë që është më i dobët nga ju në një diskutim. Juristi mirë nuk dallohet vetëm nga ajo që di, por edhe nga mënyra se si sillet me dijen, me argumentin dhe me kundërshtimin. Nëse sot në auditor nuk pranoni të dëgjoni mendimin e tjetrit, si do të dëgjoni nesër palët, qytetarët apo kolegët në çdo detyrë që do lushtroni? Nëse sot zgjidhni mosmarrveshjen me zë të lartë dhe jo me argument, si do të arsyetoni nesër një vendim, një qëndrim ligjor apo një akt që prek të drejtat e të tjerëve? Nëse sot ndiqni shumicën pa e vënë në provë me mendimin tuaj, si do të keni nesër guximin ta mbani një qëndrim të pavarur kur e drejta ta kërkoj? Drejtësia fillon në shoqëri, në familje, në shkollë, në lagje dhe në mënyrën se si ne komunikojmë me njëri tjetrin. Një shoqëri që nuk respekton mendimin ndryshe, nuk do të formojë jurist me mendim të pavarur. Një shoqëri që zgjedh konfliktin përpara dialogut, nuk mund të ndërtojë institucione drejtësie që funksionojnë me besueshmëri dhe me autoritet. Ju jeni në atë moshë dhe në atë fazë, në atë moment, kur mënyra se si po mësoni të mendoni, të gjykoni dhe të reagoni, sot do të formësoj nesër karakterin tuaj profesional. Nëse mësojeni të dëgjoni, para se të gjykoni, të arsyetoni para se të reagoni, të mos pranoni gjëra vetëm sepse shumica i pranon, atëherë ju po bëheni gati për të qenë jo thjesht jurist, por shtylla të një shteti të së drejtës. Antikonformizmi në të drejtën nuk do të thotë rebelim. Do të thotë të mendosh me kokën tënde, të arsyetosh me ndërgjegjen tënde dhe të mos lejosh që rryma e shumicës të largojë nga ajo që është e drejtë. Për këta profesionistë ka nevojë Shqipëria. Jurist me integritet, që kanë guximin të mbajnë një qëndrim të pavarur edhe kur kjo i vendos përballë shumicës. Mesazh për ju të nderuar student. Pikërisht për këtë arsye, mesazhi që dua t'ju lë sot nuk është vetëm të studioni më shumë, por të formoheni më thellë, si jurist dhe si qytetar. Ajo që po ndaj me ju nuk buron vetëm nga librat, por edhe nga përvoja ime në sistemin e drejtësisë, në mësimdhënie dhe në procesin e reformës në drejtësi. Së pari, mësoni ligjin, por mos harroni njeriu. Pas çdo çështje ka një njeri që pret drejtësi, një familje që pret përgjigje, një qytetar që pret të dëgjohet. Asnjëherë mos e humni këtë perspektivë, sepse ligji kur shkëputet nga njeriu rrezikon të kthehet në formulë. Drejtësia nis pikërisht aty ku juristi arrin të shohë përtej shkresës edhe fatin njerëzor që ajo përfaqëson. Së dyti, guxoni që të jeni të pavarur. Në karrierën tuaj do të hasi presione nga politika, nga biznesi, nga miqësitë, madje edhe nga vetë sistemi. Mos u lëkundi. Integriteti nuk është një vlerë abstrakte, por prova juaj e përditshme. Ai nuk matet në fjalë të mëdha, por me refuzimet e vogla e të përditshme, me kompromiset që nuk pranoni dhe me kufit që nuk lejoni që të shkelen. Së treti, pranoni përgjegjësinë si fuqi dhe jo si barr. Të japësh llogari nuk do thotë të jesh i dobët. Do të thotë të kesh guximin të tregosh se nuk ke asgjë për të fshehur. Në profesionet e drejtësisë, llogaridhënia nuk e zvoglon autoritetin, përkundërzi, ajo e legjitimon atë. Së katërti, bëhuni zëri i atij qytetari që nuk dëgjohet. Drejtësia u përket të gjithëve, por vlera e saj matet veçanërisht nga mënyra se si ajo mbron ata që janë më të pambrojtur. Roli juaj si jurist është ta bëni ligjin një mburojë për ata që nuk kanë pushtet. Një sistem drejtësie matet jo nga mënyra se sillet me të fuqishmit, por nga mënyra se si mbron më të pambrojturit. Së pesti, gjithçka nis që sot. Mos prisni sallën e gjyqit, zyrën e avokatit apo institucionit ku do të shërbeni për të qenë të drejtë. Jini të drejtë në mënyrën se si debatoni, se si dëgjoni, se si pranoni gabimin dhe se si mbroni atë që besoni.
Drejtësia nuk është diçka që do ta ushtroni vetëm nesër. Ajo është diçka që mund ta praktikoni që sot. Ajo është kulturë, karakter dhe mënyrë të jetuari përpara se të bëhet profesion. Do të përfundoj me një mendim që më ka shoqëruar gjatë gjithë karrierës time. Drejtësia nuk është një destinacion, është një udhëtim i përditshëm që kërkon durimin e dietarit, guximin e luftëtarit dhe ndërgjegjjen e njeriu të mirë. Ne kemi nevojë për gjyqtar që nuk tremben, për avokat që nuk shesin parimet, për prokuror që nuk bëjnë politik dhe për juristë që e duan ligjin më shumë se pushtetin që ai jep. Kemi nevojë për një brez juristësh që ta kuptojnë se forca e së drejtës nuk qëndron tek frika që ajo krijon, por tek besimi që ajo ngjall. Këtë brez shpresojmë dhe besojmë ta shohim tek ju. Nëse ndonjë ditë njëri për jush në ushtrimin e profesionit do të përballet me një moment kur duhet të zgjedh ndërmjet të letës dhe të drejtës, kujtoni se drejtësia nuk fillon vetëm aty ku merret një vendim, por shumë më herët. Ajo fillon këtu, në këtë auditor, në mënyrën se si formohet mendimi, karakteri dhe ndjenja e përgjegjësisë. Sepse zgjedhja e drejtë nuk është gjithnjë e lehtë, por është gjithnjë e drejtë. Shqipëria ka nevojë për ju, po aq edhe drejtësia. Lidhur me reformën drejtësi, nuk do flas si një person që është marrë me atë reformë dhe dashur pa dashur ndjek subjektivizmin nga pas. Por nuk e shmang edhe subjektivizmin. Megjithatë, përpiqem të jem sa më objektiv. Reforma në drejtësi është një proces historik për Shqipërinë, një proces i domosdoshëm, i cili kërkohet nga vetë opinioni publik. Procesi i reformës drejtësi fokusohet kryesisht tek procesi i vettingut. Në fakt, apo sot sistemi i drejtësisë fokusohet kryesisht tek SPAK-u. Ajo duhet parë në tërësi. Procesi i vettingut ishte një proces i domosdoshëm. Pa diskutim që si çdo proces ka ato problematikat e veta që vetë ne kemi qenë sa vlerësues, aq edhe kritik për mënyrën se si zbatohej. Sepse ndryshe është kur shkruhet në letër dhe ndryshe është kur zbatohet. Në qoftë se ju është dhe mundësia, unë jam edhe bashkëautor në një komentar për kushtetuesën dhe për pjesën e aneksit kushtetues, dhe ai komentar është botuar në vitin 2018, mos gaboj, pra sa kishte filluar procesi i vettingut, dhe po të lexoni aty, është neni D. Neni D është, nëse ata që kanë një informacion për procesin e vettingut, neni D është neni që lidhet me pasurinë. Neni më problematik, në mënyrën se si ai u zbatua. Kur lexon atë komentar, që unë jam shkruesi i tij me kolegët, çdo kush do mendoj thotë shumë kritik që ngërka autori lidhur me nenin D. Ndërkohë që autori është ai që ka shkruar nenin D. Pse e them këtë gjë? E them sepse në zbatimin praktik ka pasur problematika. Dhe është e padiskutueshme që problematikat nuk do shmangeshin. Por ajo që unë mund të them në makro, është një proces i domosdoshëm. Apo ishte një proces i domosdoshëm. Ishte një proces edukues. Na ka edukuar të gjithëve. Pavarësisht ashpërsisë së treguar, ndoshta edhe të qasjes në fillim, në vitet e para që kishin organet e vettingut, edhe në një lloj reflektimi që erdhi gradualisht, ai ishte i nevojshëm sepse ai tregoi që në sistemin ne kishim gjyqtar pa integritet. Ashtu siç na vjen dhe keq, që ka dhe gjyqtarë dhe prokurorë që janë shkarkuar dhe gjithë secili nga ne me atë njohje që ka, mendon që ndoshta edhe mund mos ishte shkarkuar. Por e përgjithshme është pozitive. Në makro, kur bën një analizë të gjithë procesit, thua po. Procesi duhet pastruar, sepse ne ishim të gjithë koshient për mënyrën se si funksionon drejtësia. Dhe në këtë aspekt unë jap vlera pozitive procesit me gjithë problematikat që ai ka pasur, për të cilat unë vetë jam kritik sepse kishte një lloj intensiteti në mënyrën e zbatimit, dhe jo në mënyrën e hartimit. Kështu që në përgjithësi unë mund të them që reforma drejtësi ishte një proces që ja vleti, por nuk varet vetëm thjesht nga nisja, varet edhe nga mënyra se si zbatohet. Në zbatimin me sukses e reformës drejtësi nuk është përgjegjës vetëm sistemi. Janë përgjegjës të tre pushtetet. Unë shpeshherë kam qenë edhe një zë publik në pozicionin që kam, një zë kritik, duke e parë në sy të vërtetën që
legislativi duhet ishte treguar shumë i vëmendshëm në drejtim të mënyrës se si duhet përqasur ligji me situatat e reja që dilin. Në mënyrë të veçantë ekzekutivi. Ekzekutivi nuk është treguar ndjekës korrekt i procesit të reformës drejtësisë në çfarë aspekt. Sot kemi gjykata që s'kemi gjykata. Pra kemi gjykata pa zyra. Kemi gjyqtar me një numër të konsiderueshëm vakancash, të cilat lidhen jo domosdoshmërisht vetëm me procesin ekzekutiv, por lidhen domosdoshmërisht edhe me procesin gjyqësor, edhe me pushtetin gjyqësor. Por një gjyqtar që nuk ka zyrë, një gjyqtar që nuk ka mundësi të gjykojë në kohë për shkak të një fluksi të madh, nuk është vetë përgjegjësia e tij. Prandaj në këtë proces të reformës drejtësisë ishte shumë e nevojshme që të gjithë institucionet, në veçantë ekzekutivi dhe legislativi, të mendonin që ajo reformë drejtësi duhet shoqërohej edhe me masa të tjera të aspektit financiar, të aspektit infrastrukturor, të godinave dhe të aspektit njerëzor, të burimeve njerëzore. Vazhdimisht është kërkuar që të rritet të shtohet fluksi numri i gjyqtarëve. Është kërkuar që të rritet numri i ndihmësve. Është kërkuar që të rritet numri i stafit. Kanë filluar gjërat, po janë me pak vonesë. Dhe e gjithë kjo vonesë shkon në dëm të drejtësisë. Dhe në fundit gjithë territorit të gjyqtarit. Dhe unë po ju them, një gjyqtar që ka një numër çështjesh që shkon deri në 400 çështje në vit, 400 vendime në vit, mendoni se sa është në gjendje një gjyqtar të bëj 400 vendime në vit, është një ngarkesë e jashtëzakonshme. Dhe kjo është e pamundur për të kërkuar më tepër atij gjyqtari që të gjykojë shpejt, sepse nuk varet vetëm nga ai, varet nga të gjithë ne, po të varet edhe nga avokatët. Ne kemi tendencë për të shkuar në gjyqësor, në drejtësi, në gjykat. Në çdo çështje ne duam të shkojmë në gjykat. Ne duhet të mendojmë që kjo çështje mund të mos shkohet në gjykat. Varet nga administrata, e cila nuk zgjidh çështjet vet, por e ka më thjesht për t'u drejtuar qytetarët dhe për t'i thënë që kjo çështje ti mund të kesh të drejtë, por shko zgjidhë në gjykat. Dhe kjo është e papranueshme. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që gjykatat ngarkohen me çështje kur mund të zgjidhen shumë mirë me pajtim. Avokatët kanë një rol në këtë rast sa pozitiv, aq edhe problematik, sepse nxisin kur nuk është vendi për të shkuar në gjykat për një çështje që është shumë e qartë, që ndoshta në aspektin parimor nuk fitohet. Sigurisht që gjykatat kanë problematikën e tyre unë e përmend edhe në fjalën time, në inkoherencën e mendime, në paqëndrueshmërinë e vendime. Një gjykat që nuk është koherente i jep mundësi atij avokati që të shkojë dhe t'i drejtojë të gjykatës dhe të thotë që shiko, unë besoj se e fitoj këtë çështje sepse gjykata e lartë në këtë çështje ka mbajtur qendrim. Ndërkohë që para tjetër thotë, unë mendoj që nuk e fiton se gjykata e lartë ka mbajtur qendrim ndryshe. Pra, jemi vetë ne ndoshta shkaktar të qendrimeve të ndryshme që i japin mundësi këtyre avokatëve që të drejtojnë gjykatës dhe të kërkojnë prej saj zgjidhjen e çështjes. Kështu që për ta mbyllur pyetjen e parë, se ndoshta ishte përgjigjen e pyetjes së parë, se ajo kërkon shumë kohë për t'u dhënë një përgjigje. Unë mendoj që reforma drejtësi nuk mund të sjellë efektet në mënyrë të menjëhershme, ama ka një diçka për ta mbyllur. Ka një drejtësi që përballet. Ne do donim që të përballej shumë më tepër. Por fakti që shikoni politikën, sa e asaruar është me drejtësinë. Ndoshta ky është një tregues për ta parë me pozitivitet. Pse ndodh kjo gjë? Mos ndoshta drejtësia po punon pak më mirë, nuk po them shumë mirë. Pak më mirë nga çka punuar më parë? Duhet ta mendojmë në këtë formë, mbase duhet ta mendojmë. Dhe besojeni këtë që ju them, sepse ne e ndjejmë për ditë në punën tonë që drejtësia është më mirë, nuk është ashtu siç duhet të ishte, nuk është ashtu siç do donim të ishte, por është më mirë nga çka qenë. Varet nga ne, po jo vetëm nga ne, që ta bëjmë sa më të besueshme. Lidhur me pyetjen e dytë për pozicionin që ka gjyqtari përballë opinionit, përballë medias, përballë presioneve politike. Kjo është një problematikë e madhe që ne kemi për sistemin e drejtësisë. Unë e shoh te kolegët e mi, e shoh te studentët e magjistraturës, e shoh te mënyra se si qasin përpara një mikrofoni të gazetarit. Ka një lloj stepje. Kjo vjen ndoshta edhe nga formati që ka gjyqtari, nga pozicioni që ka prokurori, nga ai ngurrimi që unë nuk duhet të shprehem sepse ndoshta duke u shprehur unë do kompromitoj pansinë time, por kjo është një çështje që ti nuk mund t'i shmangesh mikrofonit të gazetarit. Ti jo se do të kesh pozicion të dalesh në mënyrë të përhershme përpara medias, por ti do të dish se si do të dalesh përpara medias. Gjyqtari natyrisht nuk është mirë të dalë vetë përpara medias.
Gjyqtari ka struktura, pra gjykata dhe prokuroria kanë struktura të veçanta se si duhet dalin para medias, ku ata i japin edhe prononcimet e tyre mbi situata konkrete. Gjykata dhe prokuroria duhet jenë të hapura, jo të mbyllura. Opinioni publik kërkon të di, media kërkon të di. Në qoftë se gjykata dhe prokuroria nuk janë në gjendje të sqarojnë me atë vendim që kanë marrë, ky është problemi ynë, atëherë duhet të bëjë sqarimin. Sepse opinioni publik duhet ta di se kush është e vërteta dhe jo ta lërë të mjegull. Prandaj ne kthehemi tek ajo idea e përhershme. Vendimi duhet jetë sa më i arsyetuar, çdo lloj vendimi, edhe një akt administrativ duhet jetë sa më i qartë, edhe një vendim gjyqësor duhet jetë sa më i qartë, edhe një kërkesë e prokurorit për të dërguar një çështje në gjykim duhet jetë sa më i qartë, edhe një mbrojtje që bën avokati duhet jetë sa më i qartë. Të gjithë duhet jemi sa më të qartë me qëllim që opinioni publik, media të jenë të qartë nga ajo zgjidhje që jep gjykata. Dhe po që se gjykata është e qartë në zgjidhje, nuk është kurioze media për të ditur se çfarë ka ndodhur, sepse e merr përgjigjen nëpërmjet vendimit të gjykatës. Presioni ekziston. Presioni ekziston tek gjyqtarët, ekziston tek prokurorët dhe është e padiskutueshme. Por unë i qendroj ides, presionin e përballon ai që ka karakter të fortë, ai që është i drejtë për drejtë dhe ai që di të jetë koherent në vendimarrjen e tij. Në qoftë se ti nuk je koherent, në qoftë se ti ndryshon qëndrimet e tua, kjo është çështje presioni. Në qoftë se ti përpiqesh që t'i japësh të drejtë çdo kujt që për një arsye apo për një tjetër lidhet edhe me ato rrethanat njerëzore, miqësore etj. Kjo nuk është pavarësi. Kjo e bën gjyqtarin dhe prokurorin që të jetë i influencuar nga faktorë të tjerë. Në qoftë se biznesi bën presion e vet, në qoftë se media bën presion e vet, në qoftë se politika bën presion e vet dhe ti si në gjendje ti bësh ballë, ky është problemi yt. Dhe ne prandaj kërkojmë vazhdimisht që bëhuni njerëz me integritet, bëhuni profesionistë të mirë, bëhuni të guximshëm se dashur pa dashur duke qenë të tillë edhe presioni do jetë vërtet do jetë, po do jetë në gjendje që të përballohet shumë më lehtësisht nga ju në raport me atë tjetrin i cili nuk mban dot presionin, sepse presioni që i vjen atij i vjen nga faktorë të ndryshëm dhe ai gjithmonë mendon, unë duhet të thyem nga presioni sepse dua të zgjidh hallin tim. Po ta keni parasysh që po u thyeve një herë nga presioni, do thyesh për herë nga presioni. Prandaj ka shumë rëndësi që gjyqtari dhe prokurori të tregojnë vlerë, të jenë të qartë, të jenë, po që profesionist i mirë, je dhe guximtar. Mos ta mendoni se jemi trima të mëdhenj, por jemi këta që jemi. Nëse je profesionist i mirë, je trim. Nëse nuk je profesionist i mirë, sa do të trim të tregohesh, nuk je trim. Sepse pikërisht mungesa e argumentit në një vendimarrje të bën që të mos jesh edhe profesionist i mirë, po të jesh edhe njeri që shumë lehtë influencohesh. Pyetja e tretë, besimi publik, po, në fakt neve, po, në fakt, si ne tentojmë gjithmonë, ne flasim shumë herë, edhe unë sot fola të ju, besimi publik, gjithmonë flasim për besimin publik, duhet të rrisim besimin publik. Si rritet besimi publik? Besimi publik rritet që në mënyrën se si ti e takon atë palën në seancë gjyqësore si prokuror. Që në mënyrën se si ai juristi në një organ administrativ e pret qytetarin, që në mënyrën se si e sqaron qytetarin, që në mënyrën se si gjykata e drejton procesin, sa më me etik. Ju e keni parë, ka gjyqtar që janë etik, edhe kur ti humbet çështjen me atë gjyqtar thua, vërtet e humba çështjen, po të paktën më respektoj. Ka gjyqtar që nuk janë etik dhe sa do të drejtë të japin ty, përsëri ty do të mbetet në mendje fakti që ai gjyqtar nuk ishte etik. Dhe kjo nuk është gjë e mirë, dhe kjo është humbje besimit. Atëherë si ta rrisim besimin? Besimi rritet me profesionalizëm, rritet me arsyetim vendimi, rritet me etik. Etika është pjesa më thelbësore në një proces gjyqësor. Lëre tjetrin të dëgjohet. Shumë herë ne e themi me humor, aman, ndërhyn tjetri tek gjyqtari, aman, kam një kërkesë, çfarë kërkesë? Të lutem lexo dosjen. Pra, përpiqu të jesh sa më i vëmendshëm në ato gjëra që unë them, më dëgjo. Dhe nëse gjyqtari e dëgjon, pavarësisht se mund mos i japi të drejtë, sepse ligji nuk jep të drejtë, të paktën ti i ke dhënë një lloj besueshmërie këtij institucioni. E nëse ti nuk e dëgjon, e nëse ti sillesh jo me etik, e nëse ti nuk e arsyeton atë vendimin, e nëse ti kërkon një informacion dhe nuk e merr, e sigurisht besimi publik do bie. Prandaj të gjithë ne duhet mendojmë
do të kemi empatin. Duhet të mendojmë për atë qytetarin sikur jemi ne atje. Po e bëm këtë gjë, e kemi fituar betejën. Po që se neve mbajmë një pozicion caktuar, jam këtu sot, dhe unë nuk dua të di për të tjetrin, kuptohet që besimi publik është rënuar. Kështu që secili në punën e vet kërkon të ketë një përgjegjësi në mënyrën se si ai e zgjidh çështjen për të cilën është ngarkuar. Nëse je i pavarur, je dhe i përgjegjshëm përpara publikut. Gjithmonë e flasim për pavarësinë. Kemi dëshirë të themi që jemi të pavarur. Pavarësia nuk tregohet me fjalë. As nuk tregohet as nga ato që unë po them këtu. Do thonë ju, erdhi kryetari gjykatësar, na foli për pavarësinë. Pavarësia nuk janë vetëm fjalë. Pavarësia është të vepruar. Pavarësia është kulturë. Është edukim. Është mënyra se si ne e respektojmë tjetrin dhe mënyra se si ne duke e respektuar tjetrin i themi që nuk ke të drejtë. Pra, pavarësia duhet të vi nga mënyra se si qasimi. Dhe duke qenë të pavarur, dashur pa dashur, ne bëjmë edhe të përgjegjshëm përballë opinionit publik. Një sistem gjyqësor i pavarur bëhet edhe më i besueshëm. Mos të mendojmë se ne do të arrijmë në një ditë caktuar një drejtësi ideale. Nuk ndodh, edhe në botë. Drejtësia ka problematikat e veta. Relative janë gjërat. Nuk është vetëm Shqipëria në situatën e backlogut. Ju keni shumë shtete të tjera në Europë që janë me vite pa gjykuar çështje. Por tek ne ndihet më tepër, sepse kërkohet që të kesh një gjyqësor të besueshëm, një gjyqësor që bind, dhe po që se ti ke një gjyqësor që bind, edhe ajo vonesa duket sikur deri diku justifikohet, por unë nuk dua të justifikoj absolutisht vonesat që janë, por të gjitha lidhen me bërjen sa më të pavarur të sistemit të drejtësisë. Dhe pavarësia është pavarësi në radhë parë nga politika, është pavarësi nga interesat e caktuara dhe është varësi nga kushtetuta dhe nga ligji. Nëse ne arrijmë të japim drejtësi në një çështje të bindur që kemi dhënë drejtësi, nuk kemi pse të shqetësohemi absolutisht se çfarë do të thotë politika, se çfarë do të thotë media, se çfarë do të thotë opinioni publik. Gjithmonë një vendim gjyqësor sulmohet. Në një mënyrë apo në tjetër. Nuk ka në një vendim gjyqësor që të jetë 100% e popullsisë e kënaqur. Nuk ndodh. Do ketë, gjithmonë do ketë, natyrisht do ketë edhe shumica të konsiderueshme, por mos presim ne që të gjithë jenë dakord me një vendim gjyqësor. Ka një diçka. Nëse një vendim gjyqësor është i argumentuar qartësisht, ti nuk ke pse të thuash që ky gjyqtar nuk u treguai pavarur. Lexoni vendimet e gjykatës së Strasburgut. Unë shumë herë u them studentëve dhe kolegëve, sa po lexon një vendim, ti e kupton që në rrjeshtet e parë e kupton mënyrën se si renditen faktet, mënyrën se si orientohet për të kuptuar që kush do jetë zgjidhja. Dhe kur e marron së fundmi vendimin, nuk thua, të paktën unë, nuk e di, nuk thua që ky vendim i Strasburgut nuk më bindi. Nuk e themi këtë gjë. Përkundër se thua qartë, pse? Ka standarde të mirë përcaktuara dhe ka qëndrime koherente. Po bëm këtë gjë, e ke fituar betejën e pavarësisë së gjyqësorit. Po që se neve nuk jemi koherent në mënyrën se si veprojmë, se si shkruajmë vendimin, po që se nuk jemi etik në mënyrën se si sillemi, po që se ne nuk jemi transparent në vendimarrjen tonë, sigurisht që pavarësia do të rënohet, dhe përgjegjësia dhe besimi publik do të jenë jo aty ku duhet. Lidhur me shkollën e magjistraturës. Në fakt tashmë ka ndryshuar procesi i rekrutimit për sa i përket moshës. Më parë në shkollën e magjistraturës pranoheshin studentë që sapo përfundonin në moshën 23-24 vjeç, përfundonin studimet në Fakultetin e Drejtësisë dhe konkuronin dhe ishin edhe për 3 vjet në shkollë, në moshën 26-27 vjeç ata dilnin gjyqtar, prokuror. Tashmë kemi edhe një 3 vjeçar ekstra, pse jo edhe më tepër, po 3 vjeçar i detyrueshëm që kërkohet një përvojë pune dhe prokurori dhe gjyqtari del nga shkolla e magjistraturës të paktën në moshën 29-30 vjeç, minimumi. Maksimumi mund të ketë edhe më tepër. Pikërisht mosha është e rëndësishme. Është e rëndësishme për të qenë një gjyqtar, një prokuror që ka një lloj përgjegjësie mbi vete dhe përgjegjësie që vjen edhe për shkak të moshës. Absolutisht nuk është problemi këtu për të anatemuar moshën e re, studentët që nuk janë në gjendje të drejtojnë. Unë kur kam filluar punën si prokuror, kam filluar në moshën 23-24 vjeç. Por është moshë e re.
nuk është e lehtë që të marrësh përsipër përgjegjësi në atë moshë, por jo e pamundur. Megjithatë, ne vjen në një moshë pjekurie që çdo kush nga studentët e magjistraturës që bëhen gjyqtar dhe prokuror i kanë mundësitë për të qenë njerëz profesionist, pra gjyqtar dhe prokuror profesionist dhe pse jo edhe me integritet. Çështja e integritetit, është çështje karakteriale, çështje e formimit, por është edhe çështje që gradualisht fillon dhe edukohet nga koha në kohë. Ti fillon dhe bëhesh më trim edhe nga koha në kohë. Është e vërtetë që një gjyqtar dhe një prokuror sapo del nga bankat e shkollës së magjistraturës që del dhe ka dosjen përpara e ka të vështirë. Por gjithmonë ai duhet të mendojë që kjo është puna e tij. Si në moshën 30 vjeç, si në moshën 60 vjeç, puna e tij është të japë drejtësi. Nëse ai arrin që të bind me vendimarrjen e tij, nëse ai arrin të bind me etikën e tij, ai ka kaluar këtë pjesën e parë të hendekut që krijohet dashur pa dashur midis studentit që sapo ka dalë nga shkolla e magjistraturës dhe një gjyqtari dhe një prokurori me eksperiencë. Ne kemi një situatë sot që në fakt është e mirë, po ka edhe problematikat e veta. Në shkallët e para ne kemi gjithë të rinj. Sistemi reforma drejtësie krijoi këtë situatë që ne nuk kemi ndërthurje brezash. Kjo është problematike dhe ne ndjejmë të gjithë. Dhe duke qenë të gjithë në një gjykat, në një prokurori të gjithë të rinj, dhe duke pasur një eksperiencë një dy vjeçare, pak a shumë, 3, është pak e vështirë për të marrë edhe atë forcën që në momentet e para. Ndryshe kur ke një koleg që ka një vite eksperience, që të jep edhe përvojën e vet, të tregon edhe ato ndollitë e veta, historitë e veta, dhe të jep një lloj kurajo për të zgjidhur çështjet me forcë. Ndryshe është për një të ri, por kjo nuk është e pamundur. Unë nuk e quaj të pamundur që gjyqtari dhe prokurori i ri të tregoj vlera në mënyrën se si ai duhet të performojë në sistem. Ka edhe një gjë që nuk është shumë pozitive, që përgjithsisht përpiqen që të gjyqtarët dhe prokurorët e rinj të tregojnë që janë të fortë duke marrë masa ekstreme në drejtim, sidomos në pjesën e fushës penale, apo edhe në fushët e tjera. Që forca nuk tregohet, forca nuk tregohet me vite burgimi, forca nuk tregohet me arreste, forca tregohet me ndershmëri dhe me drejtësi. Një gjyqtar që mendon që ky person duhet të qëndrojë në arrest në burg, do qëndrojë në arrest në burg duke arsyetuar. Një gjyqtar dhe një prokuror që mendon që ky person duhet të dalë nga burgu, pavarësisht presionit që mund të ketë nga media, nga politika, ai duhet të dalë nga burgu. Dhe nëse ti arrin që ta argumentosh këtë gjë, nuk ke pse të mbash mendjen te presioni politik. Ne jemi presion të vazhdueshëm për ditë nga opinioni publik, nga media, nga qytetarët, të cilët kanë të drejtën e tyre që të kërkojnë. Po kjo nuk do të thotë që ne të mos bëjmë detyrën tonë. Nëse ti je i bindur që ajo që po bën është e drejtë, duhet të jesh i qetë nga presionet. Nëse ti, kur ke dhënë atë vendim, vetë brenda vetes mendon që ka një zgjidhje jo aq shumë të drejtë, ti do të jesh në presion. Bëni të drejtë në vendimarrje dhe do jeni të pavarur në vendim. Nëse nuk do jeni të drejtë në vendimarrje, nuk do të jeni të pavarur. Kjo është thelbësore për të kuptuar se çfarë duhet të ketë parasysh një gjyqtar dhe një prokurori. Janë dy çështje gjithmonë në një performim të mirë drejtësi, sasia dhe cilësia. Ne sot po luftohemi për numër të madh çështjesh në gjyqësor. Me të drejtë qytetari thotë që pse nuk po gjykohet çështja ime. Dhe ky backlogu është një problem shqetësues. Nëse qytetari e merr përgjigje pas shumë viteve, atëherë kuptohet që këtu drejtësia ka ceduar. Dhe sasia është problem kryesor. Por ne nuk rremi vetëm mbas sasisë. Ne duhet të shkojmë edhe tek cilësia. Nëse ne do mendojmë vetëm për të evaduar çështjet, pa treguar cilësinë, ne do humbasim besimin e publikut. Ato duhet parë në funksion të njëra tjetrës. Janë të dyja bashkë. Cilësia në vendimarrje është thelbësore. Ne nga do që të diskutojmë, vim të ky konkluzion. Një vendim i arsyetuar qartë, një vendim cilësor, është garanci. Një vendim që jepet shpejt në drejtim të sasisë, por nuk është cilësor, nuk është vendim. Prandaj
në këtë lloj balance midis sasisë dhe cilësisë, sigurisht që priremi nga cilësia, por natyrisht do të kemi në vëmendje edhe një lloj efektiviteti në gjykimin e çështjeve. Dhe duhet të orientohemi pa diskutim që të jemi sa më efektiv, sa më eficient, me qëllim që edhe cilësia të jetë primare. Por dashur pa dashur, cilësinë në vendimarrje ne nuk duhet ta lëmë njanë, sepse është pjesë bazike për t'i dhënë siguri juridike atë qytetarit. Pikërisht tema këtu fokusohet, sepse edhe nuk duam të jemi edhe abstrakt në këtë që themi. Sistemi i drejtësisë ka problematikat e veta. Ka problematikat e veta që vinë për shkak të mënyrës se si është i formatuar me personat që janë të përfshirë në këtë sistem. Sistemi i drejtësisë kërkon leadership, kërkon forcë, kërkon koherencë. Dhe nëse ne arrim që të kemi i organet të qeverisë së sistemit të drejtësisë që të dinë të përballen me pushtetet, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë Prokurorisë, që janë organet qeverisë të sistemit. Nëse janë një zë i fortë përballë legjislativit dhe ekzekutivit dhe dinë të menaxhojnë në kohë situatën e vështirë në të cilën ndodhet sistemi në tërësi, performanca është më e mirë. Nëse neve nuk arrim dot që të performojmë siç duhet, e gjithë barra, e gjithë mungesa e përgjegjshmërisë së organeve qeverisë bie mbi atë gjyqtarin dhe mbi atë prokurorin që ka çështjen e qytetarit. Dhe kuptojeni, jo për të justifikuar gjyqtarët, por edhe duhet i mirë kuptojmë. Sepse në gjykatë dhe shkallës parë, sot kemi gjyqtarë që kanë 1000 çështje. E mendoni për një moment. Domthon, ti thua gjyqtarit pse s'ma bën çështjen time. Kur ta bëj çështjen tënde? Qytetari me të drejtë thotë më bëj çështjen. Sepse ti je gjyqtari, ti je i përgjegjshëm, ti duhet ta bësh vendimin tim në kohë, sepse un kam 1, 2, 3 arsye të përligjura. Gjyqtari thotë, kur ta bëj? Atëherë, tani, kjo nuk është justifikim, nuk është për të dalë të larë nga gjithë kjo situatë. Por kjo kërkon një angazhim të gjithë institucioneve. Kërkon të shikohet numri i përgjithshëm i gjyqtarëve të Republikës. Neve kemi numrin e gjyqtarëve të Republikës më të ulët si koeficient në rang europian. Standardet e CEPEJ-it tregojnë që koeficienti për 100.000 banor duhet të ketë 22 gjyqtarë. Ky është standardi ideal. Standardi mesatar është 17 gjyqtarë për 100.000 banor. Shqipëria ka 12.5 gjyqtarë për 100.000 banor. Megjithëse ne kemi me numrin de jure, jo me numrin de facto. Ne kemi 417 gjyqtarë de jure, pra që duhet kemi 417 me një numër të miratuar shumë vite përpara, dhe sot në sistem ne kemi 307 gjyqtarë. Pra kemi 100 gjyqtarë më pak nga numri de jure, por edhe nga numri de jure ne jemi nën standardin evropian, që do të thotë që duhet të rritet numri i gjyqtarëve. Duhet të rritet numri i prokurorëve, duhet të rritet numri i ndihmësve ligjor, duhet të rritet stafi dhe ka filluar, në fakt ka një lëvizje pozitive kohët e fundit ku janë shtruar organika në gjykata dhe në gjykata sidomos me staf ndihmës. Që tregon që sepse gjykata ka nevojë për staf ndihmës për të sjellë edhe çështjen në kohë. Pra ka një ndërgjegjësim, por janë vite të humbura që neve na ka kushtuar shumë. Megjithatë, gjithmonë unë hyj te pjesa optimiste. Unë jam besim plot. Durim, po sa do durojmë. Durim, sepse nuk mund të reformohet drejtësia shpejt. Do kohën e vet. Është çështje brezash. Dhe ju jeni brezi që keni mundësi të bëni shumë më mirë nga ç'po bëjmë ne. Do vini nesër ju në këtë pozicione, se mos e quani si habi që nesër të jeni edhe në pozicione që se nuk kam qenë dikur aty ku jeni ju, edhe më zhdukur si çudi e madhe kur shikoja një drejtues të një institucioni, edhe mendoja a do vinë një ditë që unë të jem si ai, as më shkon në mendje kurr. Vjen momenti. Dhe ju mendojeni veten që një ditë do jeni këtu. Dhe pastaj do ju kujtohen, apo e bëjmë ne më mirë punën nga ata që e kanë përpara? Pse jo? Pa diskutim që po. Prandaj jepini kurajo vetes, jepini besim vetes, besoni te drejtësia, besoni te vetja sepse çdo gjë është e mundur. Kjo në fakt un jam duke ripunuar tekstin të drejtës administrative sepse është shumë i domosdoshëm për të ripunuar edhe për të futur praktikën e re dhe më vjen mirë që dëgjoj gjithmonë nga studentët përgëzime për punën time, por ndërkohë është edhe një lloj motivimi për të bërë edhe diçka më shumë nga ajo që u kam bërë. Për
Për sa i përket përgjegjësisë disiplinore të gjyqtarëve. Jo se do të kundërshtoj, po dua të them një qasje ndryshe. Gjyqtari nuk ka përgjegjësi për mënyrën se si interpreton. Gjyqtari ka përgjegjësi nëse nga interpretimi që ai bën ka shkelur rënd ligjin. Në fakt, ky është një diskutim tani. Shkelja e rënd procedurale apo etike, që është një shkak kushtetues për të shkarkuar një gjyqtar dhe një prokuror, është interpretim. Por shkelja e rënd procedurale dhe sjellja etike janë të tilla që do fillosh ti vlerësosh në proporcion me situatën. Një interpretim që bën gjyqtari është detyrë e tij kryesore. Nëse nuk do ketë interpretim të gjyqtarit brenda logjikës së ligjit dhe të kushtetutës, atëherë ne nuk do kemi zhvillim të praktikës. Çfarë është njësimi i praktikës? Çfarë është zhvillimi i praktikës? Çfarë është ndryshimi i praktikës? Është pikërisht që ai gjyqtari i shkallës parë, ai gjyqtari i apelit, ai gjyqtari i lartë të mendojë më ndryshe nga që kanë menduar kolegët e tij. Sepse situata mund të jetë e tillë që kjo çështje ka nevojë për një interpretim ndryshe. Dhe këtu pastaj vjen situata që a mundet që gjyqtari të mos zbatojë një vendim njësues të gjykatës lartë, sepse e dini mjaft mirë që nëse nuk zbaton një vendim njësues të gjykatës lartë, mendohet se mund të ketë një përgjegjësi disiplinore. Jo, gjyqtari është i lirë për të bërë një interpretim, natyrisht për të shkuar edhe pak më tej, por me mend në kokë. Në kuptimin që të bëj interpretimin sa të mendoj që ajo gjykata më e lartë kur të marrë këtë interpretim të gjyqtarit, të mendohet dhe të thotë, ky gjyqtar pas ka bërë një interpretim që ndoshta më bën mua si gjyqtar më i lartë të mendoj ndryshe. Nëse një gjyqtar bën një interpretim që nuk përputhet absolutisht me asnjë lloj praktike gjyqësore, që nuk përputhet as me praktikën e avancuar që ka gjykata kushtetuese apo gjykata e Strasburgut, atëherë kuptohet që ky gjyqtar që vepron në kundërshtim të hapur me të, ai ka përgjegjësi. Por një gjyqtar nuk duhet të dekurajohet për të bërë një interpretim të normës në atë aspekt që ai mendon që shkon tek linja kushtetuese dhe konventore, sepse ndryshe ne do të ishim mekanik dhe do të qëndronim thjesht statik në atë gjë që ligjin e kuptojmë kështu dhe nuk do shkonim për të bërë interpretime. Ne jemi teoricienët të drejtës së gjallë, live law, po nuk i dhe kuptim ligjit sipas situatës konkrete, atëherë ti do jesh dogmatik dhe nuk do jesh në gjendje që të japësh një zgjidhje siç duhet një çështje. Prandaj dhe gjyqtari nuk duhet të dekurajohet absolutisht. Sigurisht që edhe ju ndoshta keni bërë ndoshta ironi apo shaka me këtë pjesë, sepse dini mjaft mirë që ai vendim nuk është për të liruar njerëz, ai vendim është për të qartësuar më mirë praktikën njësuese. Nisma është drejtë e kryetarit të gjykatës lartë, ashtu siç është drejtë e trupës. Ajo është një nisëm që lidhet me një vendim të vitit 2011 të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës lartë. Një vendim i marrë para reformës drejtësi, i marrë para ndryshimeve që ka pësuar Kodi i Procedurës Penale. Kodi i Procedurës Penale ka pësuar ndryshime në vitin 2017 dhe në vitin 2021. Dy ndryshime të rëndësishme. I marrë para se Gjykata e Strasburgut në 3 çështje thelbësore për Shqipërinë, është çështja Hysa, çështja Muça dhe çështja Gëllçi, ka mbajtur një standard që i ka dhënë të kuptoj praktikantëve shqiptar, legjislacionit shqiptar, që gjërat duhet të shkojnë në përputhje me këtë konvent, në përputhje me këtë jurisprudencë. Dhe vendimi nisma e marrë nga kryetari i Gjykatës së Lartë për sa i përket ndryshimit të vendimit unifikues nuk është që të përmbysi vendimin njësues. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ajo është një nisëm për të bërë një ndryshim të pjesshëm. Ai është një vendim i mirë. Për ta thënë në parim bileshtën dhe në nisëm. Ai është një vendim i mirë sepse ai ka bërë trajtimin e masave të sigurimit. Mënyrën se si merret masat e sigurimit e tij, por ka disa arsyetime të dhëna në një kohë tjetër, që bëhet fjalë për 15 vite përpara, të cilat legjislacioni aktual dhe për më tepër në veçantë jurisprudenca e Gjykatës së Strasburgut na ka vendosur në një pozicion të vështirë. 3 janë çështjet aty. Nëse keni pasur mundësi ta lexoni dhe unë doja t'ua bëja me dije që çfarë ka ajo nisëm. E para, Gjykata e Strasburgut ka thënë në shumë vendime që kur merret një masë sigurimi, ju i dini kush janë masat e sigurimit, që fillon që ka detyrimi për paraqitje deri te arresti në burg, dhe janë rreth disa masa, duhet patjetër që të bëhet arsyetimi i masave të tjera alternative. Pra, nëse ti do të shkosh si prokuror, si gjykat te arresti në burg, ti duhet të arsyetosh pse nuk jap detyrim për paraqitje, pse nuk jap ndalim për daljen jashtë shtetit, pse nuk jap ndalim për të qëndruar në një vend caktuar,
pse nuk jap garancinë pasurore, që është e drejtë e tij, pse nuk jap pezullimin nga detyra, jep arsye për këto, dhe meqense unë nuk i jap këto, se s'është vendi, do jap arrestin në burg. Këtë thot Strasburgu. Gjykata e lartë në vendimin unifikues të vitit 2011 ka një qasje ndryshe. Ka thënë nuk ka nevojë të arsyetohen masat e tjera alternative. Pra, në pamjet parë bie ndesh, sepse Strasburgu thot arsyetoi masat e tjera alternative para se të veshte arrestin në burg, ndërkohë që gjykata e lartë thot nuk ka nevojë të arsyetohen masat e tjera. Ky formulim bie ndesh me këtë gjë. Dhe ka nevojë, në opinionin tim, që të ndryshohet. Një arsye tjetër është që rrezikshmëria e një personi përcaktohet nga rrezikshmëria e veprës, thot gjykata e lartë në vitin 2011. Në fakt, rrezikshmëria e personit nuk përcaktohet domosdoshmërisht nga rrezikshmëria e veprës, sepse mund të bësh një vepër të rëndë, por personi mund të mos jetë aq i rrezikshëm sa të kërkosh masën e arrestit në burg. Ju keni parë shumë, edhe keni dëgjuar apo sidomos në botën e qytetëruar, mjafton të shikoni filmat. Në Shtetet e Bashkuara shikoni keni shumë raste. Ai për vrasje pagon garanci pasurore dhe mund të jetë i lirë. Çfarë është kjo? Ne kur e dëgjojmë këtë që themi si ka mundësi. Janë shumë arsye që ndikojnë, por kjo nuk do të thotë që për një vrasje ta lësh të lirë personin. Nuk jemi të kësaj ide ne. Por duhet i japësh arsye që ky person nuk përbën rrezik ikje, nuk përbën rrezik dëmtim provesh, nuk përbën rrezik që të kryejë një vepër të re penale. Këto janë tre rastet që ju besoj se e dini të pjesës së procedurës penale. Dhe ti duhet të japësh arsye. Dhe ky është një qëndrim që gjykata e lartë në vitin 2011 ka thënë që po, rrezikshmëria e veprës përcakton rrezikshmërinë e personit. Strasburgu na ka thënë të kundërtën. Dhe e treta, që është më thelbësore, nëse një mas arrest në burg do të quhet si e papërshtatshme, duhet që i pandeuri, pra ka barrën provës i pandeuri, të provojë që masa është e papërshtatshme. Ndërkohë që është e kundërta. Barra e provës është një prokurori, nuk është mbi pandeuri. Pra, gjykata e lartë i ka thënë në vitin 2011 që ke ti barrën e provës si pandeur për të vërtetuar që masa që do merret ndaj teje është e papërshtatshme. Jo, ke ti si prokuror barrën për të vërtetuar që masa që do marrësh është e përshtatshme. Këto janë tre çështjet që lidhen me arsyetimin e vendimit gjyqësor, që ka nevojë të rishikohen. Dhe nuk ka lidhje fare, pavarësisht lojës mediatike, politike, që pse nisma tani etj. Nisma është marrë tani, duhet ishte marrë më parë. Unë jam u detyrova ta marr tani, sepse unë jam kryetari i gjykatës së lartë. Është detyrë e kolegjit penal. Çështja hysa ka dalë në vitin 2023. Gjykata e Strasburgut, ne nuk themi, nxori vendim Strasburgu sot, ne nuk themi që këtë vendim menjëherë sot ne ta marrim sepse do kohën e vet çdo gjë. Por në 2023 nxori një vendim, nxori në 2024, në 2025 kanë nxjerrë tre vendime. Tre vendime që janë shumë të rëndësishme. Ju lutem lexojeni ato tre vendime. Përpara se të krijoni një ide se çfarë është nisëm. Po të lexoni ato tre vendime, thelbi është ky. Strasburgu thotë, jo të lirojë njerëzit nga burgu, padrejtisht. Nuk thot nisma e kryetarit gjykatës së lartë që të lirojë njerëzit nga burgu. Absolutisht nuk është kjo. Nisma ka të bëjë me këtë gjë. Një person që do të arrestohet, që do të jepet arrestin në burg, ka detyrimin prokurori dhe gjykata në veçantë që japi arsye pse arrest në burg. Dhe jo të thuhet që vlerësohet që arresti në burg është masa më e përshtatshme dhe kaq. Po të keni parë ju vendimet gjyqësore kështu janë. Një pjesë që vlerësohet si e përshtatshme. Pse? Pse vlerësohet? Domethënë ne kërkojmë arsye. Ne nuk themi që të dalin njerëz nga burgu, sepse kjo është e papranueshme dhe kjo nuk lidhet fare me faktin që kjo nisëm do të shërbej, do të jetë kundër luftës që bëhet ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe ndaj krimit, absolutisht. Është përkundërzi. Është për të ndërgjegjësuar prokurorin, është për të ndërgjegjësuar avokatin që të bëjë mbrojtje si duhet, është për të ndërgjegjësuar gjykatën. Që sa herë prap vim te arsyetimi i vendimit. Nëse do merret një mas, nëse do merret një gjop, nëse do largohet dikush nga puna, nëse do merret një arrest, duhet t'i japësh arsye. Pse? Këtë kërkon. Këtë kërkon Strasburgu, këtë kërkojmë dhe ne. Dhe nisma është vetëm thjesht, pse? Kaq. Nuk ka në një diçka. Pavarësisht se lidhet pasaj me situata të caktuara, jo. Edhe nëse do ishte marrë para një viti, e njëjta situatë do ishte. Do thoshin, pse tani? Edhe nëse do merrej mas një viti, pse tani? Sepse gjithmonë do ketë tani. Zyrtar të lartë. Jo, s'ka lidhje fare. Kuptoni një diçka, dhe
Kjo është më tepër politikë institucionale. Ka një problematik në Shqipëria, përsa i përket mbi popullimit të burgjeve. 58% e të burgosurve, ata që janë burg, janë të para burgosur. Që do të thotë që janë të para burgosur, janë ende s'kan marrë një vend, 58%. Është ndër shifrat më të larta në Europë. Të gjithë raportet ndërkombëtare po e kritikojnë Shqipërinë, po i thonë, shikoni, keni paraburgime të gjata, keni mbi popullime të burgjeve. Ata nuk thonë lirojni nga burgjet njerëzit. Absolutisht. Tregoni të kujdesshëm që të jepni masat e sigurimit që janë të përshtatshme. Të gjitha raportet ndërkombëtare, Progres raporti i Bashkimit Evropian, Këshilli i Europës, Komisioni ndaj torturës, Departamenti i Shtetit me raportin që nxjerr çdo vit, gjithmonë ngre problemin e paraburgimit. Dhe kjo lidhet me kë? Mendoni këtë gjë, me ata qytetarë thjesht. Nga 100% e paraburgosurve, 97% janë prokurie zakonshme, pra populli thjesht, 3% janë pjesë e funksionarëve të SPAK-ut, që i ka SPAK-u, që ta kuptoni. 3%. 97% janë qytetarë të thjesht. Dhe këtu duhet të shqetësohemi të gjithë. Dhe nuk duhet të shqetësohemi që ky vendim ka lidhje me funksionar konkret. Nuk ka lidhje. Sepse në qoftë se prokurori i SPAK-ut apo prokurori i zakonshëm do të jetë në gjendje të arsyetoj pse ky funksionar, ky i panderur duhet të qëndrojë në burg, gjykata nuk ka ç'i bën, do ta lërë. Në qoftë se ai prokuror nuk jep arsye që ky funksionar do të qëndrojë në burg apo ky qytetar do të qëndrojë në burg, atëherë kuptohet që gjykata do të ndryshojë masën. Ju mjafton të shikoni në gjykatat e zakonshme, kush është i lidhur më shumë me gjykatat e shkallës parë të tapetit, shikoni, ka shumë masa sigurimi që ndryshojnë nga gjykatat. Ndryshojnë. Pse ndryshojnë? Ndryshojnë pikërisht për shkak të kësaj që prokurori nuk arrin dot që të arsyetojë siç duhet masën. Nuk biden, se shoh disa që tundin kokën. Problemi është që përsëri vjen tek ajo, arsyetoni vendimet dhe e blindoni çështjen. Mos arsyetimi vendimet, megjithëse mund të kesh të drejtë atë masë që ke marr, vetëm mos arsyetimi nuk jep të drejtë atij prokurorit dhe atij gjyqtarit. Vendimi me Rushe Shpata ndaj sigurimit shoqëror është një vendim që ka bërë revolucion në mentalitetin e jurisprudencës shqiptare. Një korrektim vetëm tek ajo që tha Ndela, lidhur me ai gjykata e lartë kur ja dërgoi gjykatën kushtetutës nuk ja çoi për antikushtetueshmëri, duke qenë e bindur që gjykata e lartë, gjykata kushtetutës do i thoshte që kjo është çështje e njësimit. Dhe kur e mori kolegji administrativ që bëri vendimin njësues, ai u shpreh për konvencionalitetin, jo për kushtetutshmërinë. Kjo e vetmja diferencë sepse lidhet me gjykimin incidental. Dhe çfarë ka ndodhur? Sa herë, pra me atë vendim është dhënë kjo devizë. Sa herë që gjyqtari, dhe jo vetëm gjyqtari administrativ, po çdo gjyqtar, unë shkoj edhe më tej, prokurori, shkoj edhe më tej, i juristit në administratë. Sa herë që mendon që ky ligji është në kundërshtim me konventën ndërkombëtare, në rastin konkret me një vendim të gjykatës së Strasburgut, ama është në kundërshtim të hapur dhe qartazi, ai e shmang ligjin dhe zbaton drejt për drejt marrëveshjen ndërkombëtare konventin. Ne kemi në 122 të Kushtetutës kemi dy parime bazë, që është parimi i epërcisë së normës dhe parimi i zbatueshmërisë së drejt për drejt të marrëveshjes ndërkombëtare. Çfarë do thotë kjo? Do thotë që në qoftë se ligji vendas ti e vlerëson që është në kundërshtim të hapur. Ky është problemi, sepse ti thua që kundërshtim, por nuk jep argument. Në kundërshtim të hapur me marrëveshjen ndërkombëtare, ti e shmang ligjin vendas dhe zbaton drejtorin marrëveshjen. Dhe kjo është e qartë për sa i përket ligj marrëveshje. Ligj kushtetut ngelet gjithmonë që gjykata, jo vetëm administrative, por dhe gjykata penale, gjykata civile, kanë të drejtë që kur mendojnë që ligji është në kundërshtim me kushtetutën të pezullojnë gjykimin dhe t'ia dërgojnë gjykatës kushtetuese. Pra bëhet diferenca midis antikushtetueshmërisë dhe papajtueshmërisë me marrëveshjen. Papajtueshmëria me marrëveshje e zgjidh vetë gjyqtari. Antikushtetueshmëri ligj kushtetues e zgjidh gjykata kushtetuese. Dhe këtu është, në fakt është një fije hollë, se me të drejtë u bë dhe pyetja. Nuk është aq e thjeshtë për të ndarë, por nëse je i qartë që ke trajton çështje antikushtetueshmërie, do shkosh në gjykatën kushtetuese. Nëse je i qartë që çështja nuk është antikushtetueshmërie, por është papajtueshmëri me marrëveshjen, do ta zbatosh drejt për drejt. Ky është guxim që të dalë gjyqtari shqiptar sot, mas vendimit me Rushe Shpata, dhe të thotë që unë nuk e zbatoj ligjin vendas, ligjin,
Me të drejtë do i thot pala tjetër që pala do i thot që zbatoje sepse ti nënshtrohesh kushtetues e ligjit. Jo, unë nuk e zbatoj ligjin sepse është kundërshtim me një vendim të gjykatës Strasburg. Mendoni çfarë pushteti i fortë i gjyqtarit, por guxim dhe profesionalizëm që duhet ketë ai për ta bërë një situatë tillë. Ne kemi aplikuar në dy raste, një herë gjykata kushtetuese në rastin Gjeraj kundër Shqipërisë, që u aplikua rasti i aplikimit të ripërhapjes të marrëveshjes, dhe në rastin Merushi Shpata. Këto janë dy çështje tepër bazike dhe unë do dëshiroja që t'i mbani në vëmendje sepse tregon një lloj pushteti të fortë që ka gjyqtari ndaj detyrshmërisë për të respektuar marrëveshjet ndërkombëtare dhe vendimet e Strasburgut. Nëse do kemi vendimet e Luksemburgut. Sot gjyqtari italian, gjyqtari gjerman, çfarë bëjnë? Bëjnë pikërisht këtë, çështjen Merushi Shpata. Këtë bën një gjyqtar italian, një gjyqtar gjerman, një gjyqtar francez në kuadrin e drejtës BE-s, ai thot, ligji italian, ligji gjerman është papajtueshmëri me të drejtën e BE-s. Dhe çfarë bën? E injoron ligjin vendas dhe zbaton drejt për drejt drejtën e BE-s. Nuk i drejtohet gjykatës kushtetuese italiane, gjermane apo këshillit kushtetues francez për të thënë që ma zgjidh. Jo, e zbatoi drejt për drejt. E njëjta situatë është në rastin që u përmend në Merushi Shpata. Tendenca e çdo studenti, edhe unë kur kam qenë student, ishte që të lexoja pakicën dhe jo shumicën, ose të më pëlqente më shumë pakica. Nuk e di pse na vjen natyrshëm kjo gjë dhe unë ju mirë kuptoj këtë që them. Por ndoshta pakica ndonjëherë me të vërtetë mund të jetë më bindse se sa shumica. Nuk e përjashtojmë si mundësi. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që në çdo rast pakica është bindse në raport me shumicën. Ose edhe nëse me të vërtetë secili për jush mendon që pakica është më bindse, në fundit, dakor, do ta mbajnë në konsiderat gjë, por do të zbatoj vendimin e shumicës. Ajo që është shqetësuese në pyetjen e drejtë që ju trajtoni është që në rastet e vendimeve njësuese, unifikuese dikur, duhet që të mos ketë e mundur që të arrihet në një lloj konsensusi. Sa të jetë e mundur, sepse në fund çdo gjyqtar ka bindjen e tij dhe ka pavarësinë e tij për të votuar ashtu siç ai mendon. Por kur ka vendime njësuese, do të ishte mirë, dhe kjo nuk është e detyrueshme, që të shkojë drejt një lloj unifikimi të mendimeve. Unë ju jap shumë raste, por po jap një rast nga praktika ime në gjykatën e lartë. Kishim çështjen e vendimit njësues për shpronësimin dhe kishim një diskutim mes nesh, mes gjyqtarëve, që vendimi i shpronësimit hyn fuqi nga momenti që botohet vetore zyrtare, vendimi i qeverisë, apo nga momenti që i njoftohet personit. Nëse një gjykatar rasti ta lexoni atë vendim, ne ishim ndarë në dhomë këshillimi se 5 veta gjykojmë, 3-2. Pra, 3 veta kishin një mendim, 2 veta kishin një mendim. Unë isha në pozicionin e 2 gjyqtarëve, pra isha në pakicë, le të them. Nuk ishte një ndarje e fortë, ishte në ndarje vetëm për një diçka që gjendej zgjidhja dhe po ti binim shkurt, 3-2 do mbyllej vendimi. I kërkova gjyqtarëve, i thashun, unë kam një mendim, jam pakicë. Unë kam një mendim pak ndryshe, po ti lëm pa kohë vetes, sepse unë mendoj që ne mund ta gjejmë gjuhën. Pati një koleg që thoshte, jo, ta votojmë sot. Në fakt aty insistova, i thash, do ishte mirë që ta shikojmë sepse e kam përvojën nga gjykata kushtetuese, më ka ndodhur shumë herë. Gjykatat e larta nuk duhet i marrin vendimet në moment. Mbyllen dhomë këshillimi, rregulli që të mbyllesh në dhomë këshillimi të japësh vendimin. Po gjykatat e larta që bëjnë doktrinë, bëjnë jurisprudencë, nuk duhet nxitohen. Do maturi, do vetë përmbajtje, do reflektim. Dhe në gjykatën kushtetuese ne na ndodhi që në çështje delikate nuk e vendosim aty kur ndaheshin mendimet, thonim ti lëm pak ditë vetes, të shohim edhe diçka. Dhe ndodhi që kur vini mas sa reflektonim, jo reflektonim për arsye që ju shon mendja juve, por reflektonim me të drejtë, mund të ndodhi që rritej shumica dhe bëj një mendim më i konsoliduar. Dhe u thash kolegëve, ta shtym këtë çështje dhe të vendosim në një ditë tjetër. Jo ta vendosim sot, jo ta shtym, përfundimisht e shtym. E shtym dhe fillova ta shikoj me atë syrin pozitiv që thash, dakor. Tresha kishte të drejtë. Dysha kishte të drejtë në diçka, por duhet gjetur një zgjidhje e mesme dhe unë propozova një zgjidhje të mesme, ku të pesë u bën bashkë. Asnjëri nuk humbi në pjesën e vet, po diçka humbëm ne sepse duke qëndruar strikt në pozicionet tona, sigurisht që duket sikur humbisim, por nuk është fyerje që unë i thash, unë do lëviz nga pozicioni im për të shkuar tek pozicioni i shumicës, sepse është më mirë kështu se sa ashtu. Natyrisht që u kënaqën kolegët që unë lëviza bashkë me kolegun tjetër dhe u bashkuam me mendimin e tyre duke futur diçka nga mendimi ynë dhe u arrit 5-0. Çfarë duhet të them me këtë?
duhet gjetur gjithmonë gjua e dialogut, e mirë kuptimit. Neve e vuajmë pak këtë pjesë. E kemi si popull, ndoshta jo vetëm ne, është diçka njerëzore. Duam të mbyllim gjërat, jo, unë kam mendimin tim edhe pikë. Dakor. Dëgjoj tjetrin. Respektoj tjetrin, se ndoshta mbase ai mund të japi një opinion që ti të ndryshosh. Dhe unë për herë e them këtë me studentët. Gjykata Kuqësuse më ka dhënë shumë mësime këtë drejtim. Kolegjialiteti më ka ndryshuar në aty që isha në një moshë tjetër, po më ka ndryshuar edhe mënyrën e të diskutuarit. Unë hyja në dhomë këshillimi me 9 gjyqtar, me mend e mia dhe dilja me mend të tyre. Pra, reflekton. Nuk qëndron rigoroz në një gjë që mirë të qëndrosh i fortë, po kur ka vend për qëndruar, po kur ka vend për të, kur shikon që mendimi tjetrit të jep një hapësirë tjetër, pse jo? Nuk është fyerje nëse ti do të lëvizesh nga opinioni yt. Është lloj sikur i kron tjetrit më falje. Nuk është fyerje, nuk bie, nuk cenohet personaliteti nëse ti do të rriqesh nga opinioni yt. Por ne kemi atë krenari ndonjëherë që është krenari boshe, që un kam mendimin tim dhe pikë, po mendimi yt mund mos jetë ai i sartmes, mund të jetë një mendim i momentit dhe jo i drejtë. Çështja e unë përmenda antikonformizmin. Qenia konformist është një diçka që ne duhet i shmangemi maksimalisht. Konformizmi e dëmton profesionalizmin. Qenia konformist dëmton dhe karakterin. Sepse bëhesh konformist për një diçka sepse s'ke forcë të guxosh. S'ke forcë që të japësh një vendimarrje të fortë. Qëndro në pozicionin tënd si gjyqtar, mos lëviz nga ato qëndrimet e konsoliduara, mos zgjidh çështje në funksion të momentit, sepse të gjitha këto do të të kthehen në të kundërt. Unë e kam nga përvoja ime, një gjyqtar që ka krijuar një personalitet në drejtim të linjës që mban, është më i vështirë për tu thyer, është më i vështirë për të komprometuar, është më i vështirë për të bërë i pabesueshëm. Përkundazi, një gjyqtar që ka një linjë, edhe nga ata që se duan, respektohet me zor, por respektohet. E një gjyqtar që bën sipas dëshirës së njërit apo të tjetrit, është një gjyqtar që gjithmonë i tillë do mbetet dhe do jetë, pavarësisht se bën der, pavarësisht se duket sikur bën der, do jetë një gjyqtar pa personalitet, një gjyqtar që nuk i jep besim drejtësisë dhe një gjyqtar që nuk ja vlen ta kesh në sistem. Prandaj pjesa karakteriale është e rëndësishme, po mbi të gjitha është pjesa profesionale. Nëse je profesionist i mirë, bëhesh edhe trim, bëhesh edhe njëri guximtar. Nëse ti mund mos jesh profesionist i mirë, por në fakt ke karakterin e fortë. Si profesionist i mirë, përsëri je mirë sepse ti gradualisht edhe mundet të nxësh edhe të evoluosh. Po nëse ti mund të jesh profesionist shumë i mirë, po s'ke personalitetin, nuk e çdo. Atë profesionalizmi, sepse ai profesionalizmi një ditë do të nxjerrë në pa që ti nuk je ai që duhet të jesh. Kështu që në fundin e mblidhim me kjo. Njëri me karakter, i ndërtuar me profesionalizmin, i ndërtuar me koherencën, me integritetin, me antikonformizmin, bëhesh i besueshëm. Këto duhet ketë drejtësia. Këto duhet ketë jo vetëm drejtësia, çdo kush. Këto duhet ketë çdo pedagog kur është përballë jush. Këto duhet keni dhe ju si student përballë pedagogut dhe përballë gjithë miqësisë dhe shoqërisë tuaj. Dhe nesër në pozicionin që do keni. Kur kam qenë në pozicionin e hartuesit të reformës drejtësi, është diskutuar edhe kjo çështje, çështja e heqjes së imunitetit të funksionarëve të lartë. Është një çështje që në atë kohë ju hoq imuniteti gjyqtarëve, por nuk ju hoq imuniteti deputetëve. Ky është një proces që gradual që normalisht një ditë do të vijë që edhe vetë deputetët mos e kenë imunitetin. Dhe nëse do shtohet problemi për të pasur imunitet, imunitetin do ta kenë gjyqtarët të fundit. Nëse shtohet problemi që nuk duhet të ketë fare imunitet në Shqipëri, nuk do ta ketë askush. Kjo është një çështje që ngjelet për të zgjidhur në vimësi nga politika, nëse do jetë apo jo. Por nuk mund të thuhet që ajo që thatë që është pengesë, sepse është një çështje kushtetuese dhe për sa kohë që është kushtetuar, atë do ta respektojnë të gjithë. Falenderoj të gjithëve. Unë e thash në fillim isha i surprizuar, por ju më surprizuat edhe me pyetjet dhe jam shumë i bindur që e kanë merituar ata studentë që kanë qenë pjesë e shkollit të magjistraturës, që kanë dalë nga ky fakultet dhe për të qenë pjesë e sistemit drejtësisë.
Shoh që ka një performancë mjaft të mirë, qoftë në vëmendje që treguat, por në mënyrë veçantë në pyetjet e bëra. Edhe pyetjet ishin të tilla që tregonin që me të vërtetë këtu u punoi kërka mirë, pedagogët i pasin me të vërtetë në aty ku duhet dhe studentët janë ata që ne presim. Ju mirpresim që të jeni pjesë e sistemit drejtësisë apo e çdo lloj fushë tjetër që do të dëshironi. Ju sukses të gjithëve dhe faleminderit për mikpritjen.